I këtë tokë nuk ka njëri në botë që e kësa. Pa më vra mua për nërë familje se tanë fisin të më këtë tokë se ma. Jemi në Thes, një nga perlat e Alpeve shqiptare, ku pas një aksionit të IKMT-s 2 muaj më parë, u shkatrua ndërtimet pa leje, duke lënë pas plur e rënoja. Por, me zgjidh këtij kaosi, në kulmin e sezonit turistik, ne udhëtuam drejt Thethit për një histori krejt tjetër. Por ne kam tesh vjetër unit atje që e kam nuar të zëtet, deri në fund atje, tek ky mali këtu, gjithë rrotull, deri te ajo pema atje që është i tel. E gjithë kjo është një mbledh me 500 sabet. Ja kom ble lulsh, agetins, edhe Gjevalinit. Për sqarim, Lula është krye familjarja, nëna e Gjevalinit dhe Agetinës. Me në hotel, me pare në bank, në vitin 2018. Ata më kanë ardhur te shtëpia, kanë thënë aman e derman në blej një tokë, nuk kam desh me blej fort. Pse, çfarë lidhje kishit me ta? I kam këqi aty, janë për theset të dhata. Ata kishin hallë se kishte për shparet Gjevalini, djali i shtëpisë, se ishte borxh në vend, aman e derman në blej tokën e me shumë lutje, tu i marrë dhe ama 50 të shtëpia, se po më vrasin djalin. Na shkruan me deklaratën të noteri për 65.000 euro. 42.000 euro ja kam dhënë, edhe i ka marrë Gjevalini vet. Në emër të Gjevalinit? Në emër Gjevalinit. Të gjithë pjesëtarët ishin dakord që ju ta blinin këtë tokë? Të gjithë pjesëtarët ata të tërë. Kjo deklaratë paraprake vërteton që për shitjen e tokës kanë rënë dakord 3 nga 4 trashëgimtarët, për shkak se Vera, vajza tjetër e Lulës, nuk ndodhej në Shqipëri. Më pas, kontrata finale e shitjes do të bëhej vetëm pasi të piqeshin 2 kushtet e mëposhme. Së pari, kur prona të kalonte në pronësi të trashëgimtarëve, sepse aso kohë ajo ishte në emër të krye familjarit të ndir Ndue Praçaj, dhe së dyti, kur Vera, vajza e vogël, të vinte për të firmosur. Edhe ka hi Agetina garant që do të vinë Vera, o do bjapin për kur, o do të vinë vetë të hedhë firmë. Mund të ngjaj absurde se si për një pasuri me vlerë 65.000 euro i besohet një fjalë të dhënë, por mos harrojmë që jemi në një zonë normalsi, ku në shumicën e rasteve këto lloj marrëveshjesh janë bërë fakt vetëm nëpërmjet fjalës. Por kësaj radhe, gjërat nuk shkuan siç e donte zakoni i maleve, që i jep vlerë absolute besës, sepse kur Gjoni takohet me Verën, ajo i thot: "Mos i jep parë kuj, se mua se më kanë diftuar se kanë shit hiç." Pra, që në takimin e parë, Vera jo vetëm që nuk pranon të hedhë firmën, por këmbgul se as nuk e dinte që toka ku ajo ishte trashëgimtare, ishte shitur, edhe pse një pjesë e madhe e parave ishin marrë nga 3 trashëgimtarët e tjerë. Apo nuk janë marrë nga të 3? Kam desh me anis për në Australi, më ka marrë vetë Agetina, më ka thonë mos i dis Gjevalinit pare, se Gjevalini ka marrë 50 milion, po i nisë Gjevalini s'ke tokë të na. Pra, edhe e kom stakue, se e kom nisë. Tu, gjërat na bëhen lëmsh, prandaj më mirë të bëjmë një përmbledhje. Në fillim, 3 trashëgimtarët janë lutur që Gjoni t'u blej tokën, sepse duhet të larin borxhet e Gjevalinit. Madje kanë nxituar që të firmosin kontratën, por pasi kanë marrë pjesën më të madhe të lekëve, të cilat me gjas kanë përfunduar për të shlyer borxhet e djalit të shtëpisë, nëna dhe motrat kanë ndryshuar mendje. Edhe pse si thot Gjoni, ai është treguar tepër transparent me secilin prej tyre, përfshi edhe Verën që nuk ishte firmosur. 23.000 euro të Verës i kom dal deri sa të hedhin Vera firmë. Dhe me sa duket, kjo firmë e munguar e Verës e ka penalizuar Gjonin për ta bërë përfundimisht tokën të tij. Që nga viti 2017 kam aplikuar për regjistrimin e pasurisë në hipotekë. Edhe që më kanë kthyer përgjigje fare, në kategorike. Rreth 5 aplikime në 3 vite, por kur përpiqet të mbaronte punë dhe ta kthente pronën në emër të tij, 70 vjeçari përballet me një të papritur. Merr një përgjigje për fshirje. Atëherë u morëm me këtë punë, shkoj te noteri, po hon vet ajo, që ka ardha Agetina, ka kërkuar me prish kontratën, nuk e kam dëgjuar, ka thënë shkoj në regionin. Pavarësisht këtij lajmi të çuditshëm, Gjoni është i bindur që askush nuk mund t'ia tetërsoj tokën e premtuar. Ka një akt notarial të firmosur nga palët dhe kjo i duket e mjaftueshme. Por pasi ikën në Australi, një telefonat i ndryshon gjithë rrjedhën e historisë. Më ka thënë kanë shit tokën, kanë fituar punimet. Si jam një më motor. Po të betojmë çadosh që të kishte lënë dy ditë marr këtu, tan Shqipnia keni e çajshba. Edhe nuk i kam lënë as sila, se kam një gjithë rrugën shtetërore. Në moment që e kam marrë vesh, që e kanë shit tokën, u këty në blerë sa u kam shku te shtëpia. Në fillim kanë thënë se kena ditë, kurse brapa kanë vërtetuar që e kanë ditë, na ka thënë Agetina që e kanë shit Gjonit. Edhe kanë pranuar ta. Kanë pranuar, ata kanë marrë me për trimie, për forcë, ata ditë pjesën e vet. Su ka interesuar çfarë pas pjesën kanë thënë spesë vetë për kërkon botu. Në të vërtetë, kjo përgjigje e tyre nuk ka ardhur nga hiçi, por këtë pjesë do ta kuptojmë pak më vonë. Ajo që ka rëndësi tani është se me çfarë justifikimi kanë dalë shitësit, Lula, Agetina dhe Gjevalini. Aty në mekanik më botë, si kom thënë asnjëherë, të 3. Mekanik është. Pra kanë hequr çdo përgjegjësi
përgjegjësi nga vetë tyre. Po, e kanë heqë përgjegjësinë ato. Ke folur në telefon, ke mundur të komunikosh? Jo, s'kam folur vetëm me mesazh me Agetinë. Çfarë thot Agetina? Ajo thoshte që e kena palan për vit 3 me paguar paret, ku për vit 3 e kena lanë, po se më ka lanë kjo me Anis Gjevalinit, edhe e kena lanë kur të filmoshin vera. E në qoftë se ajo nuk ka desh me mashtru, më pse se më ka marrë në telefonin me më thanë, me jep 23.000 eurit, e ka nisë për mashtrim, edhe kena orde i këtë pikë. Se ka desh me fitu paret në 2 anë. Në kontratën që familja Praçaj ka nënshkruar me blerësin e dytë, vihet re se kjo pronë është rishqitur në vitin 2023 për vetëm 30 milion lek. Mua më kanë shit për 65.000 euro. Pra, plot 35.000 euro më pak. Cili njeri me mend në kokë do ta bënte një ofertë të tillë. Okej, mbasi është vetëm një çmim fiktiv, por një detaj tjetër shumë i rëndësishëm në këtë kontratë është fakti se këtu figuron firma e verës, e cila pas shitjes së parë të tokës të Gjoni e kishte shtyr pafundësisht firmën. Ndërkohë, një çudi tjetër është që një javë pasi blerësi i dytë e mori tokën, ai vendos t'ia shes dikujt për vetëm 15 milion lek. Kjo manovër ekzekutive kineze me shumë mundësi është bërë duke e ditur që toka ishte me probleme. Për i këtë tokë kanë investuar shumë me motor. Gjithë jetën teme, tu i dhanë djem, tu i dhanë gjakun e vetë me blej këtë tokë. Këtë tokë kam desh me frutikulturë, me miell moll, me miell gjana, ata kanë mashtruar mua e po më çojnë del vrasje. Se këtë tokë nuk e çoj. Ta din tanë Shqipëria këtë tokë me nërë familje sel çoj pa dekën ta. Ka marrë shumë gjithçka. Por te i gjithsa dëgjuam, problemi i madh në këtë histori qëndron te deklarata që Gjoni ka nënshkruar me shitësit, e cila nuk figuron e regjistruar në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, edhe pse ai i posedon të gjitha aplikimet dhe mandat pagesat e bëra në këtë institucion. Arsyet i din vetëm Agjencia e Kadastrës në Shkodër. Pjesë e fajit mos veprimin nga ana ASHK-s i takon ASHK-s, sepse aplikimi është bërë nga noteria, ka marrë konfirmimin dhe ka dërguar aktin pranë ASHK-s që të shënohet në regjistrin elektronik që kjo pronë ka këtë problem. Pra, nëse dikush do të kërkonte ta blente, do shikonte që kjo është shit një herë me një deklaratë, ligji ka kur bën pagesën duhet marrë shërbimin. Pala që ka shit, faktikisht ka bërë vepër penale, më vogla është mashtrim. Pala shitse, para me deklaratë para noterit që e konsiderojnë të zgjidhur marrëveshjen e parë, nuk mund të kryente absolutisht asnjë veprim. Por shitësit vepruan pa u merakosur as pak për ligjin. E para Lula, krye familjarja. Unë Lula si e? Kalove, si duke? Edhe Matilda. Pasi i tregojmë arsyen e vizitës, zonja tregohet me njëherë e gatshme për t'na pritur dhe na sqaruar problemin. Keni qenë ju që i keni kërkuar zotit Gjon për ta bler tokën duke qenë se keni qenë hallë me... E vërtet. Edhe zoti Gjon u tregua i gatshëm. Edhe mi ka dhënë, jam shumë i falënderuar për të. Duket. Falënderimi i takon Gjonit. E kena lënë me i pro për vit 35.000 euro. Po, kur vinte dhe vera, ka ishte mujt firma. Për unë jam detyruar se i kisha tona me shtesë. Lek, si i kisha marrë borx. Edhe mund dash me fshit prap se prap tokën mund për me pagu borxhet. I ka thënë Agetina mos pianem djovës po më çamams. Po shpjegoj për unë. Problemi është konflikti që keni gatruar me njerëz. Keni pas këtë dështyshën fillim me baba këtë prot, po njerëzia jam e burnia jam ka rënë hale. Kështu që na kesh një movra me shaljan. Dije mirë që e ka ba. Po më dhëra mua ato kush se merë. Kemi dëgjuar pafund histori vrasjesh për një cop toke në këtë vend. Prandaj duke hyrë në mentalitetin e këtij zotërie 70 vjeçar, mendojmë që duhen gjetur metoda të tjera, më pak makabre, për t'i dhënë zgjidhje problemit. Dhe këtu Lula ndërhyn me një ftosësi të habitshme. Po, është historia. Të gjithë në këtë vend, përfshi edhe zonjën Lul, e ka kuptuar që nëse kërkon të fitosh kohë, çoje problemin në gjykat. Aty është institucioni më ideal për t'i zvarritur me vite të tilla konflikte. Dhe është e qartë që zonja dhe familjarët e saj kërkojnë pikërisht këtë. Ai me mirëbesim ka dhënë paratë zonja Lula. Ti nënshkruar një kontratë, ke hedhur firmën, ti nuk mund shkosh ta hedhësh firmën te një blerës tjetër, sepse të nevojitën lek, mund zgjesh një zgjidhje tjetër është halli jot. Agetina ka nisë me mashtrim. Agetina se ka nisë me mashtrim se thonë që janë. Ju e keni problemin me fëmijët tuaj, sepse ky nuk është problem për zotin Gjon. Është më sash me Gjonin, sem tu thanon për Gjonin. Gjoni më ka zgjidhur problemin. Zonja Lul pranon gjithçka, duke i bërë monument Gjonit në pranin ton, por tokën jo, atë nuk ja jep, edhe pse shumicën e lekëve ja ka marrë. Kishim tjerat më u paguan, nuk kishim beça me i pagu. Se nuk se zgjidhen në një mënyrë tjetër, po duhet të binit në kurriz zotit Gjon. Të mësuaj. Të lëvot lidhi me Agetinë. Duket që zonja Lula është e zëngusht dhe jep gjatë gjithë kohës përgjigje të ftohta dhe absurde, ndaj e ndjen më të lehtë që t'ia kaloj përgjegjësinë Agetinës, këtij personazhi kaq të lakuar, me të cilin edhe ne do donim të komunikonim. Me Gjonin nuk kemi bërë shitje. Po unë te deklarata shoh shitje. Po jo me Zonin ne kemi bërë një marrëveshje, në rast se ne nuk kthejmë to pare, atëherë kemi vendosur që ne
drejtë që i kthejmë me anë të çmimit të tokës. Agetina sapo na dha një variant krejtë ndryshëm të kësaj historie. Sipas saj, paratë e Gjonit pas kanë qenë një burg duke vënë tokën e tyre peng. Gjë që edhe pse qëndruan për më shumë se gjysmë ore, zonja Lula nuk na e tha asnjëherë, madje pranoi shitjen, e cila është fare e qartë edhe në kontratën e lidhur. Në ndryshim nga mamaja e saj, e cila përpiqet të jetë falendëruese ndaj Gjonit, Agetina mundohet ta devijojë diskutimin edhe duke demonstruar mosmirënjohje ndaj personit që u gjen në një ditë të vështirë. Kena bën mes njëri tjetrit, vëllai. Jo, unë nuk Zoti Gjon të lut. Kam thënë zotni, po nuk tu përgjigj. Ky zotni, unë të kthej pare. Pra ju i merrni parat, ky zotria ka një perspektivë për të zhvirlluar atë pronë, ky zotria humb kohë, dëmi psikologjik është shkaktuar dhe ju pretendoni që do ta zgjidhni punën me një kthim parash? Mua s'më duket e logjikshme kjo. Po zoj, të lutem, që s'ka kam marrë drejtimin dhe si ta vendosin prokuroria, sepse unë kam fol për para dhe ai nuk ka pranuar ato kushte që kemi vendosur. Sepse unë ja kam bërë kjo arsye. Sepse ato pare nuk më kanë ardhur zojtë une, po kanë ardhur në llogorinë e vllajt. Ky është konflikt juaj i brendshëm. Ju për këtë arsye e keni kërkuar para zotit Gjon për të zgjidhur hallet e vllajt dhe ju keni dhënë firmën në të dy kontratat. Kjo nuk tregon që ju jeni mashtruar nga vllai juaj. Po. Dhe kur është bërë një pjesë, pra do të kishte kanë edhe motra. Pikërisht, ajo motër për të cilën Agetina doli garant, por që nuk e dinte se toka ishte shitur. I bie që ju e keni përdorur zotin Gjon për të zgjidhur hallet tuaja. Okej, dakor, dhe do ta zgjidhin. I mashtruari dhe fatkeqi në këtë mes është vetëm zoti Gjon, nuk jeni ju, sepse ju keni marrë para nga dyja palët. Kemi lënë një borxh, të lutem. I kam thënë hajde të flasim, nuk ka pranuar. Jo i shoh asnjëherë. Po pse nuk gjetet një mënyrë tjetër për ta zgjidhur këtë hall, po duhet të rishisni tokën e zotit Gjon? Ai nuk ardhi, pra nuk ishte korrekt. Pretendonte me marr me akçmim. Dakor, zonja Agetina, i zotuar që do të sjellësh verën për të hedhur firmën. Pse nuk e ke sjellë lutem? Të lutem, unë tani jam në prokurori. Po pra, po jo, më jep një përgjigje. Më jep një përgjigje sepse mendoj që ke një përgjigje. Keni numre për apare tjera, ne kemi pagu borxhin se është shtu interesi. Pra, për të shpëtuar halleve të tyre, kanë vendosur të rishesin tokën që a kishin shitur një herë Gjonit. Dhe me çfarë çmimi? Ju shkoni e shiste për 30.000 euro të dikush tjetër? Sa vlerë po flisni? Kjo ka qenë borxh vajzori. Dhe nuk ka ardhur në atë moment për me bash që kena bën një marrëveshje mes njëri tjetrit. Një arsyetim premashtruesish që bie ndesh jo vetëm me ligjet e shtetit, por edhe me zakonet e zonës, që i kanë lënë të paprekura dhe të trashëguara me shekuj këto toka, pa patur as pak nevojë për marrëveshje të shkruara apo deklarata tek noteri. Vllai e ka bakte. Unë dhe mi detyru. Dhe unë sidomos të them të drejtën, jam viktime në anës teme, sepse unë nuk do të kisha bak, sepse nëna jame duke ja ditë natë, po më vrasin djalin, edhe u detyrume dhe kemi bak. Gjoni din të gjitha. Gjoni më ran vetëm interesin e vet. Ju keni dashur të zgjidhni konfliktin e familjes tuaj, po tani e dini që keni hapur një konflikt me vlerësit e tjerë, sepse ju e dini që zoti Gjon ka gjithë drejtën e botës kërkoi tokën e tij. Edhe pjesa tjetër thotë që unë jam mashtruar nga kjo familje. Nuk e kam pranuar pra marrëveshjen, kam thënë. Të kthejmë parë zotni. Jo më me këtë parë se pranoja sot, po se pranoj me këtë parë, ti me ardhë, me pru verën e me shqit firmë, me parë të bankë, ti o marrë me ju, me mashtruesha. Shumë kush mund të pyes pse Gjoni nuk i merr mbrapsht paratë e tij. Problemi është se ai ka marrë një kredi bankare, jo vetëm për blerjen e tokës, por edhe për zhvillimin e pronës së tij të ardhshme. Thënë shkurt, është brenda kokë këmb. Por kjo nuk i bën as pak përshtypje Agetinës, e cila e bezdisur nga biseda, gjen rrugën më të shkurtër. Mbyll telefonin. Ajo tha që është faji i mamas time dhe vllait tim që un kam firmosur në këtë kontrata. Është e vërtet? Po, ne na lut fëmijëve të unë jam lut Gjonit i parë. Unë kuptoj që dhe ti nuk do të vë fare të ishe në mes të kësaj gjëje, po a nuk mendoni që fajtore për këtë gjë është familja juaj? Mirë, më dakord, jam fajtore. No rreziku për atë beba. Në ndryshim nga Ebia, e moshuara pranon gjithçka, duke u ndier tërësisht e pafuqishme përballë kësaj situate që ajo dhe fëmijët e saj kanë krijuar. Prandaj, ndoshta është më mirë të kërkojmë protagonistin e hije të këtij lëmshi të pazgjitur. Ma jep vetëm Pal Gjovalini, në telefon. Unë se kam numrin e tij të çe. S'keni fare marrëdhënie me të? Absolutisht. Që sa kohë që s'keni marrë? Po 3 muaj. Ka i ka shkollë jashtë, dhe kam pulvon me to. Nuk ju intereson fare djali juaj? Absolutisht nuk di gjë për to. Zonja Lul u bë copash për të shlyer borxhet të birit, madje edhe duke hyrë në konflikt me blersin e tokës, por për çudi, sot nuk pas ka komunikim me Gjovalinin, madje nuk i intereson. A duhet ta besojmë këtë? Sidoqoftë,
në punën tonë, nganjëherë duhet edhe pak fat, sepse me të marrë vesh që kemi shkuar në shtëpinë e tij, Giovalini kontakton me njëherë Gjonin. Unë thash më Gjon, vim aty unë të Valin flasim çka ke fakte të Argentinës, të nënës, të mia të vesh. Unë kam thonë për beti, më pa poporet, ko kënë toga jote. Ta kam thonë të thonë prapë, me distanëve. Sa ke foti me Argentinën, aty mund për shqipa Argentina, në zdigja e qëne. Shikon për menone, ose nëna pas ka ditë ka pasin autobus. Ta në punë të tyne, unë jam të folë ta më në leqë, me dhejtë zotit. Ke tokën tane, ta kanë ty halal. Në ka përbes një janë motor, ma ka po tonë posasin. Dëmë me marë posanin mua, ki qanin marë. Secili nga pjesëtarët e familjes ka versionin e tij krejt të ndryshëm nga tjetri. Sidoqoftë, ajo që kuptojmë është se Argentina na ka thënë gënjeshtrën më të madhe, që lidhet me borxhin dhe tokën e lëm peng. Gjë që as nëna dhe as i vëllai nuk e përmendin në asnjë moment. Ndërkohë që ky i fundit në këmbim të takimit me Gjonin ka edhe një kërkesë tjetër. Hanën dark, unë nisëm, pa me mba halti mu. Herë, fillimisht 500 euro. Kur më rjetu, edhe 4500 euro, ma kry këtë halë, jam pako për lekut, ba me di si kam punt, s'ku të me ba se sen, që anë më të bëgërën më pusin me. Të ku jam, se i kanë ba punt ata shpis teme, pa hajse, ku të takuna flasim. Giovalinit i nevojitet edhe një peshe, se ndryshe e fusi në burg, dhe Gjoni duhet paguaj sërish. Pas 3 ditësh, Giovalini vjen nga Gjermania dhe për herë të parë pas shumë kohësh përballet me të moshuarin e mashtruar. Ço bën ti? Ai ka zemë, po them disa rekorde. Jam kartoni pa shaki që lojët, jam bonis me afut. Tonë shumë do të bëj një do. Ti fe për 5 muaj. Argentina ka për jo. Unë jo, s'kam ditë se ata të kanë rajty. Me padita, zoton vëdë Gjon, pulim të s'është token. Po pa shaki që lojët s'kam ditë. Ku vetëm për vitë ja. Po kaj më vetë. Hajde. Urdo. Vjen të çapi. Kepja. Në 34 sekonda, Giovalini u përbetua, u përlot, u ul në gjunjë dhe në fund nuk arrit bënte pagesën e furgonit. Kuptohet, me paratë e Gjonit. Ta më thjesht gjyqi, pa të fillim. Çfarë din të bëj çiçi? Unë i kit burr, i kam marrë qaf, më vonë nona mota, me paguda boshë. Kena dakord? Në firmos me vend jetë për vitri, sepse më pa. Firmo petit. Po. Tash kur lëvë me sani, ishan Gjermani, ku erë kena gjeti këtu gomovet. Ta sani mund të jam të më morën sa i tash. Sa problemi me Gjon ai gonza dhe me shej, jo me kurs. Ti thash s'ka me panu, po e merr për shibër, jota ai ket këtu me vogun e tij. Sandri, që përmendet nga Giovalini, është blerësi tjetër dhe një person jo pak i rëndësishëm në këtë histori. Ti po më kanë ka me dënë gjyqi ta komiton, po ka me rajo. I ka dhënë më për shipë, si kemo për shipë, jam kapten, si tash i aty. Po tim këton dhe kujdoj harron me Gjonin. A je dëshmitar që kur i ke marrë vetë parët se bank kanapi kafe, unë ti Lula, Argentina e gruaja jame. Po, dhe gëzoshi. Ai thonë atë, o kam më me të unë. Nuk dalu, për një asaj tokë. Na baba kësaj, ty po se pak, po mu si unë tokë teme. Ty kanë thirrë rob jashtë për shumë. Po e di ma. Po marr pasionin teme. Fush. Mota, Po fjali ke gjyshe ku po qitë pala fashora. Okej, dakor. Je dakord? Dakor, ja, godimë. Kjo bisedë mes të dyve po bëhet në mënyrë private, por ne duam të sigurohemi që të njëjtat fjalë Giovalini t'i thot edhe publikisht. Giovalini, përshëndetje. Si kalove, si e? Unë jam Matilda Prendi. Po s'kena ku me Do ma japësh dorën? Ta jap dorën. Flasim tamam. Atëherë mos sqarohemi. Giovalin, të lutem. Si është e vërteta jote, të lutem? Duam të kuptojmë në lidhje me tokën e famshme që ju i keni shitur Zotit Gjon dhe më pas në pale të tij. Kjo është koha më e mirë. Ta çikon bagabim jeton. Patjetër, unë dua të kuptoj versionin tënd. Patjetër, unë dua ta kuptoj, sepse ata fajsojnë. Ata të fajsojnë ty. Lekët, a janë dhënë për ty sepse ti ke pasur halle, shqetësime, të vinin të bëni presion? Për mua janë bota na gjonat. Pa më shan bë më apo nuk i di ta gjonon. Unë s'kam kënd present. Po ti atë firmos te kontrata e dytë? I kam firmos më. Por ti a shitur Sandrit? Ja kam ditur se për çfarë. Po ti nuk e kuptoje që ligjërisht kishe pasoja sepse ja se nuk i dieshim dikujt tjetër. Alo si ishte boletat? Si të ky punë me të me boletat. Ai ka pa besim ka pelbes mua ton. Sandri ka kërkuar ty a blej tokën apo keni kërkuar ju t'ia shisni? Tash bashkëpunim mota me shit me bë, ky ka thonë ti ky un punë sin kargon të rrodhoj me të unë. Otra ka dashur ta shesi. Po me mota nonë për punë timi që kam bërë detyrime. 2 minutë. A e kuptoj, nuk kanë mjaftuar paratë e Zotit Gjon dhe keni dashur para të tjera nga Sandri. Po mota çfarë bota nuk e di. Ti s'ke qenë dakord që të shitej toka për herë të dytë Sandri? Ja. Nuk e qenë. Shitjen ata, s'kishim mashinë. Pra, ti po thua që të kanë marrë me zor të kanë çuar për firmosur aty. Pasi vjesë, jam 5 vjeç, po kuptimi i tij ku shkon edhe me korrekt, ky pasane e korrekt, u s'di gjë. Momentin që ti ja ke shitur për të parë kam shit Gjonit. Ndërsa po flisnim qet për të kuptuar thelbin e problemit, befas Giovalini e humb durimin. Ama heke kamerë tash. Po sa po më çem me kamerë. Po jo, dy fjalë.
Tani, u qetëso, o Gjovali, pa besinë. Do qetësomi bam po flasi. Oj do ta lë. Ti do lëvizë çfarë? Pas disa sekonda përplasjeje, më në fund Giovalini është qetësuar, duke ulur edhe një herë për të diskutuar. Vetë unë kam marrë telefon kam me nonin. Kena bof ja disa shkoj puna më ushare me djalë vet. Gjoni ka kënd dokët me pagu. I ka thonë që ti ne mas e paguaj si lën pa bigjos. Gjoni s'pas ka pas pa. Giovalini sapo na dha një informacion të rëndësishëm. Gjoni, në rolin e blerësit, ka insistuar që të paguajë shumën e mbetur, por Agetina ka refuzuar me pretendimin që i vëllai mund t'i shpërdorojë parat. Ti flet me familjen tënde? Mos do me ditë për gjaga dekma. As për nënën, as për se nëna jote protonë kam bësh çdo gjë për çunit. Po zotin me. Mi me ka bëmë të takos. Pa të mi bëhet superfaqe, ma pa më ngul fikën më nana në kashë. Konfliktet në këtë familje duket se janë në rend të ditës, por ajo që na intereson nuk është raporti i Giovalinit me nënën, por zgjidhja e situatës që ata kanë krijuar. Gjoni ka më marrë çka ta kanë, ashe dia. Mirë, ti në gjyq çfarë do dëshmosh? Unë ta do të them, s'kam tani është. Je sigurt? Do dëshmosh për Gjonit? Ta Gjon sikon nuk do të më rrejt. Të paktën me fjalë, Giovalini është në krah të Gjonit. Shpresojmë që kjo të ndodhë edhe në sallën e gjyqit.